Ish ministre e mbrojtjes Mimi Kodheli ka folur për karrierën e saj të gjatë në politikë dhe rolin e grave në pushtet dhe strukturat e sigurisë. Ajo theksoi se gratë përballen me paragjykime të vazhdueshme dhe se përfaqësimi i tyre duhet të ketë ndikim real, jo vetëm simbolik. Kodheli nënvizoi gjithashtu rëndësinë e pranisë së grave në repartet ushtarake dhe sektorin e sigurisë, që kontribuojnë në përgatitje për krijimin e një ambienti më bashkëpunues dhe të qëndrueshëm. Jo vetëm si gruaja e parë që kam mbajtur të detyrë, por dhe si një politikan me përgjegjësi për ta përfaqësuar vendin denjësisht si antar të NATO-s, për ta përfaqësuar vendin denjësisht në zbatim të gjithë detyrimeve që Shqipëria kishte dhe ka, por sigurisht edhe për të përmirësuar dhe rritur gatishmërinë e forcës armatosur të Shqipërisë. Sot që flasim, jetojmë në momente të vështira që lidhen gjithsigurisht me sigurinë dhe me mbrojtjen. Gjeopolitika ka ndryshuar thellësisht, ndaj dhe është shumë e rëndësishme që ky sektor të mund të mbështetet dhe të suportohet nga çdo kush prej nesh. Qoftë ne që kemi qenë atë detyrë dhe që nuk kemi, por sigurisht kemi dije dhe njohuri lidhur me mjedisin atje, qoftë edhe gjithsekush që e bën këtë detyrë me dinjitet dhe shpesh herë dhe pa u ndjerë, dini pa e ditur që dikush e bën këtë gjë, sepse shumë çka është përtej kuintave dhe të krijohet ideja sikur djemtë dhe vajzat e forcave të armatosura janë të gjithë nëpër reparte dhe bëjnë pak, në fakt janë atje, përgatiten çdo ditë për më të keqen e ditëve që uroj të mos vijë asnjëherë. Jam shumë krenare që ideja për të pasur një bazë të NATO-s në Shqipëri ishte një ide e vjetër, por asnjëherë e zbatuar nga pararësit e mi deri në ato momente. Ndaj edhe lufta në thonjza, le të themi, e imja personale, po dhe stafit të Ministrisë së Mbrojtjes dhe të forcave të armatosura për të tërhequr vëmendjen e personave drejtues të NATO-s aso kohe, ishte një luftë dhe një punë sa e vështirë, po aq edhe e bukur, sepse në fund të gjithë këtyre përpjekjeve mbërritëm që Kuçova, baza e Kuçovës, të mund të transformohej në një bazë logjistike të forcave ajrore NATO dhe sot të jetë një ndër, le të themi, një ndër bazat me një rëndësi të veçantë në rajon. Për Mimi Kodhelin, karriera politike dhe angazhimi në siguri nuk janë vetëm detyra publike, por edhe një mision personal për të frymëzuar të rinj dhe për të treguar se gratë mund të jenë lidere të vendosura dhe të aftë që bëjnë ndryshim në mënyrë konkrete.